dietarët e muslimanëve në studimin e librit të Zotit xhelle xhelaluhu, pikrisht dhe konkretisht në ajetin e Zotit xhelle xhelaluhu të Ramazanit, kanë nxjerrë porosi të shumta. Prej porosive që neve duhet t'i shkoqisim e që dalmi me to si fryt prej Ramazanit është që ta çmojmë kohën dhe rëndësinë e kohës. Andaj tha Allahu xhallahu në Kur'an, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj, dëgjoni me vëmendje, muaj, po e thekson Allahu muaj Ramazanit në të cilin nga zbrit Kur'ani. E dietarët thanë se këtu ka ngritje të kimetit të kohës, ngritje të vlerës së kohës, sepse neve sendin më të neglizhuar në gjuhën e pejgamberit se semse na ka alarmu është koha. Sendin më të lirë kena kohën. Apo vjen po, apo shkojmë po, apo rrim po, apo shikon sa pak po kushtoj ka. A mi thon dikujt apo mi jap çka? Jo. Po a letra u bë më e rëndë se sa ti. Dietar për me kuptu kohën kanë shkruajt libra. Muni me gjetë libra të dietarëve muslimanëve vlera e kohës. Çish ta shpjegojmë kohën, sa peshon koha. Unë do ta huazoj veç një shembull të dietarëve muslimanëve çish me kuptu sa është e rëndësishme koha. Kanë thënë dietarët, supozojmë se jemi në anije. Ke hip në anije. I kim ledh valigjet, i kim ledh senet, i kim ledh krejt kapitalin tanë dhe do me shku dikun larg. Dhe në midis detit dalin drejtuesit e anijes dhe thojnë, krejtve ju thojnë, udhëtar të nderuar, anija është stërngarkue, shumë o mush. Shikoni, zbraznu dhe slironu kapat, qitni do pun, do materialet juve gjernin deti. Cili e se një pash ka ti e gjunë? E gjunë vetën ja në të nej e mali, valla se na duhet mali. A thu, po kësa jone, në të lirot anija, pika janis. Kanë dhanë djetarët, duesh me janis pika dhuratat. Kur të nisë është nude, njerëzit japin dhuratat, qëja këta dikuj, qëja këta diktuj. Cendin e parë, shka e gjunë cila, dhuratat. E që shi bje dhuratat në kohë? Një qaj që aty, një kafe që aty. Këto janë, si janë pjesë për bërse tjetët. Vullët edhe pato. Dikush të të valahone s'poj pato, s'di që shdo këtë jeta pa kafe. E kanë jetu jeti njerëzit edhe pa kafe, edhe pa restoran. Kur të vjene ngusht, me arë për shdite me në thanë, udhëtar të nderuar, anija rrezikon me u përmbys, duhet me shpraz anijën. Qka gjujna? Me no, unë e ty me menu, qka gjujnë, cenin e dy, qka e gjujnë? Kanë dhanë djetarët, anija është koha. Ti e ti qaj. E molli jotë, shka ti e ki morë me veti janë punët. Deri sa të mërish në akiret, së një merket me veti. Së një merket, dishka dush me lanë. Se rrezikon ti. A ka njerit me që më dunja, që thot po gjuna une, në të pështoj e malli. Kujti ti alën malli? Andaj të nderua me zërë, Zoti i unë gjellonë në Kur'an në thot, shehru Ramadan, një muja kjo. Ama një muja dhe muj tjetër shka vjen. Edhe a tjetër shka vjen a një muj. Dhe kështu mledhën shumë mujt, edhe një ditë thot, kish vdek filani, rahmeti pas shpirti. Ka që është njeri. Vdes për dit ka pak, mledhën vdekit për dit ka pak, dhe një ditë thot vdiq. Që ka që? A kanë vdekit që shto? Andaj të nderua vëzër, jemi në muajin e Ramazanit, muajin e agjerimit. Neve doje mos e kena paralel me agjerimin, paralel me namazin, paralel me xhumajen, paralel me taravijat, me thonë, pse o Zot kitë kjo? Kjo e ka një mësim. Pse o Zot kitë Ramazan? Kitë dunjaja, musliman kitë dunjaja të gjërue. Pse? Për shkak se ka mësime të mloja, prej mësimeve më të mloja është që njeriu të arrin të kupton se ai kushton shumë. Unë, ti, kushtojna shumë. Shumë kushtojna. A i disa kushtojna? Nëse jemi që e meritojna xhenetin, ka thonë bejon sam se ka pa njeri sa mira. Dikush thot, këne e kuptova sa ko ka mirë. Që pas në vlerone, masi që ati muj me hije. Po edhe nëse si që ati prapë zë vlera. E ka kallë Allahu një xhenem 4.000 vjet. 4.000 vjet e ka kallë. Për çka e ka kallë? Për rebelusit ndaj ti. Ha? Tu kafshët nuk hin, shpendët nuk hin, insektet nuk hin. Kush hin? Njeri. Ka thënë Allahu xhelle xhelalu, njerëzit dhe gurzit. Njerëzit
dhe gurzit. Andaj të nderuar vëllezër, Ramazani ka shumë porosi, këta e theksum në mënyrë të veçantë. Cila është ajo? Ta dim kimetin e kohës. Mos ta jap në kohën për para sendeve tjera. Po t'i jap në gjëra tjera plotësuese, dhuratat, ndejet, e kështu me radhë prej knasive. Allah nuk lep ato, po munoj me duktu, nga se njeriu nuk e din se kur e ka dakikin e fundit. E lusmi Zotin ton xhel xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na i mbush zemrat tona me iman.